Për 60.000 banorët e lumit të Vlorës është lehtësuar qarkullimi me automjete në rrugën e njohur si rruga Drashovic-Kot. Bëhet fjalë për rrugën që lidh plot 50 fshatra e 60.000 banor me njëri tjetrin e mbi të gjitha me qytetin e Vlorës, i cili tashmë me ndërhyrjen e 10 mjeteve të ushtrisë efektive të emergjencave civile ka përmirësuar kalueshmërinë gjatë këtij aksi, deri në zbatimin e projektit final tashmë të çuar për financim. Efekti i lehtësimit të qarkullimit në këtë aks ka nisur të ndihet, ndërsa përfituesit e këtij projekti pikërisht banorët e zonës kanë vlerësuar këtë nisëm, ndërsa kanë falenderuar qeverinë shqiptare dhe forcat e armatosura për ndërhyrjen. Në krahasim me çfarë ka qenë shumë mirë. Shpresojmë të bëhet akoma më mirë. Se mbajmë mend të jetë shtruar ndonjëherë. Nërsërisht. Është shumë i domosdoshëm për fshatin tonë. Këtu s'kishin mirë kush na varroste. Kush na varroste ne të gjithë njerëzit. Shkojmë ditë për ditë. I përgjigjem shtetit me tatime me gjitha, këtu rruga është katastrofë. Po tani? Tani, po u mbaj që shumë mirë dhe. Është bërë shumë mirë se kemi hequr pa taksi këtu në këtë rrugë. Edhe kaq është bërë shkëlqyer. Dhe faleminderit ushtrisë. Ushtria dhe aq shumë sa s'ka ku të vejmë. Po duhesh se ne i lan vetëm lekët i lan vetëm ekura. Është përmirësuar çik. O, shumë mirë. Nuk ka ku të vej më mirë. Unë jam nga Gorishti. Patjetër që na duhej. Po, mirë. Mirë, se ishim top. Na duhet se s'na duhet. Na duket shumë mirë, se kemi vojtur shumë me këtë rrugë. Dhe tani shpresojmë se na i bëjmë inshallah. Rrofçi, u faleminderit për respektin të gjithë. Të gjithë. Çfarë ne vdiqëm, pagojmë tatimet kot. Se mua vete 400.000 lek, 500.000 lek. Ja, mirë. Vete në Vlorë, na Gorishti vi këtu. Edhe argjëm kot. Dhe thoni ati ardë kolozit, roft që na i bëri këtë punë, ne? Jeni Florinj. Roft e qoftë, shqyro zotë që na aq duam ne. Ashi është në rregull. Çdo gjë në rregull. Mbarti i vej aty që i feston për këtë rrugë këtu. Si s'është dashur. Është i dashur gjithë popullin. Po shumë, jo pak. Ja 4 orë, 70 km për 4 orë. Ja bëje vetë llogarin sa i bie. Shumë. Roft fitoft. Bashkë me ne. Donim një orë. Tani vete përgjithësore. Unë mendoj po të bëhet mirë, mendojmë se vemi për as për një çerekore. Rrofta ai që bëri këtë rrugë. Edhe hallalja e Zoti ai punëtor, nuk ka bursë ai këtu në Shqipëri. Shkëlqyer. Qeveria po interesohet, po e bën. Dihet që qeveria ka punuar. Tani do punoj edhe këtu. Investimi shumë i papar. Fal partisë pushtet. Se ma do mendja se përveç partisë pushtet s'duhet ashtu. Apo është ndonjë firmë private, se nuk e dim. Është qeveria. Fal qeverisë të vazhdoj kështu, domethënë do shtoj gjithë komiteti i kësaj zone la, sidomos lumi i Vlorës. Neve tashti i morën makinë i bën copa me rrugë ishte. Na humbi gjithë bizneset gjitha ku ishte ku s'ishte. Rrofqi ju mediat që na merr interes të vini shpesh herë. Mundësi deri dhe në lart në zona e lumit lart. Është i jashtëzakonshëm. Shumë bukur. Dhe qeveria është në vazhdimsinë e punëve të mëdha që ka bërë dhe jemi të kënaqur. Aksi në fjalë me një gjatësi rreth 6 kilometra ka tashmë të përfunduar projektin, i cili do të nisë zbatimin me financim të plotë të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, pas kësaj ndërhyrje emergjente të ndërmarrë nga forcat armatosura. Në zonë janë dislokuar plot 10 mjete dhe shumë efektiv, specialistë emergjencave civile, ndërsa rruga është tashmë lehtësisht e kalueshme për qytetarët. Ndërkohë projekti final do të nisë zbatimi brenda një kohe të shkurtër. Ai do të jetë një investim i parametrave bashkëkohor dhe do të japi zgjidhje definitive infrastrukturës në këtë zonë.